Habit mjeku jap se duhet të pim ujë sa po hapim syt në mëngjes. A e dini se një gotë ujë sa po zgjoheni nga gjumi mund të bëjë mrekulli për trupin tuaj? Pas disa orësh gjumë trupi është dehidratuar dhe i pari veprim që duhet të bëjmë është i japim ujiti organizmit. Pirja një gote ujë esëll përshpejton metabolizmin dhe ndihmon në djegjen e kalorive. Pastron bete toksike të cilat janë grumbulluar gjatë natës, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe gjithashtu dhe freskon trurin duke na dhënë më shumë energji. Është një sekret i thjesht për të patur një lëkurë sa më të pastër dhe të shëndetshme. Pra, përpara kafes, çajit apo vaktit të mëngjesit, trupi juaj pret vetëm një gotë ujë të freskët. Është një zakon i vogël, por me përfitime të mëdha për shëndetin dhe bukurinë.